Mi mbrëma shikues të nderuar të televizionit Tema. Ja sërish jemi në emisionin Debatus Logu. Për sonte kemi zgjedhur një temë mjaft interesante dhe me peshë për interesin e qytetarëve tanë. Do të flasim për mjekësinë Ferizajase, pasi që në këto në ditët e fundit, në 2 javët e fundit kemi pas 2 ngjarje të cilat na kanë rikthyer interesimin për menaxhimin dhe për shërbimet mjekësore që i gëzojnë qytetarët Ferizajas. Ishte një raport i UNDP-s, i cili solli mjaft të dhëna interesante për shërbimet që mirën në 2 qendra tona të mëdha mjekësore, siç është Spitali i Përgjithshëm i Ferizaj dhe Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare. Si dhe fatkeqësisht në Spitalin e Qytetit, në Spitalin e Përgjithshëm kemi pasur një përsëritje të dhunës fizike ndaj mjekëve, ku një mjek gjatë punës së tij ishte sulmuar në vendin e punës gjatë shërbimit të pacientëve, gjë që mbasi ngërthen një nga rastet më tipike të shumë problemeve shpesh të grumbulluara në shërbimin mjekësor. Për të biseduar për gjitha këto aspekte, kemi ftuar sonte që të jenë me ne Dr. Gëzim Bajrami, drejtor ekzekutiv i Spitalit të Përgjithshëm në Ferizaj, pastaj Dr. Borim Karametën, drejtor të Drejtorisë Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Në anën tjetër kemi Dr. Aslan Bajramin, drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, si dhe Dr. Imri Vishin, kirurg dhe kryeshef njëherët i Departamentit të Kirurgjisë në Spitalin e Përgjithshëm në Ferizaj. Ju falenderoj të gjithëve dhe ju dëshiroj mirëseardhje, me bindje që do të arrijmë të sqarojmë të shkëlqysim shumë nga aspektet të cilat i përmenda që në fillim të këtij debati. Zoti Bajrami, po ja nisim nga ajo që më së shumti ndoshta në dhem, në kuptimin e sulmit që ngjau para pak ditësh në Spitalin e Përgjithshëm, duke nisur dhe duke më lejuar të përdorë disa shprehje të juaja që mbasi kjo shprehje një patologji të mbledhur apo një sindrom, për arsye se në Spitalin e Përgjithshëm të Ferizaj kemi pasur disa sulme, që mbasi në njërin për tyre keni qenë edhe ju vetë si cak i sulmit. Si i trajtojmë, për nga vijnë këto sulme dhe cilat janë shkak pasojat e humbjes së një etike apo edhe një respekti të mjekut deri në këtë shkallë që ata të bëhen viktime pacientëve e jo njerëzit të shpresës për ta. Po fatkeqësisht brenda një viti kemi pas 4 sulme të tilla, kryesisht në mjek dhe punëtor shëndetësor. Konkretisht kemi pas një teknik edhe një vozicë. Sulmi i fundit ishte tash në të dielën e kaluar, kur vjen një pacient drejtohet në repartin e kirurgjisë dhe aty takon mjekun dhe pas disa fjalëve ose shtyre, si thonë, e godit mjekun edhe ndodh krejt kjo procedurë e çrregullimit. Si formë protestës punëtorëve tonë shëndetësor, domethënë Spitalit Përgjithshëm, reparti kirurgjisë edhe repartet tjera, 1-2 ditë kemi marrë një farë greve, një solidaritet me doktorin fjalë. Pastaj aty ndodhen disa probleme tjera, kështu që u desh që ndërkohë të kërkojmë edhe ndihmë nga drejtori SHSKK-s, si dhe nga kryetari i sindikatës. Kështu që i kishme një takim aty edhe i treguam edhe i shprehëm shqetësimet tona për ndodhit që po na ndodhen, domethënë nuk është rasti i parë, por është vetë rasti i 4. Problemi që ndron atë, meqense se është ndoshta edhe çudi nga vetë pacientët, me një farë mënyre janë pacientë të cilët nuk kanë durim, ose si të vjen pacienti në fjalën e parë së dytën kërkon tretment të menjëhershëm. Shembull konkret për rastin fjalë, shembull për doktorin që pat këtë problem. Doktori veç është tu përgatit për me hinë salë që ka pacienti tjetër, shembull fëmijën shtrut atje, ai kërkon ndihmë urgjente dhe vjen te aksidenti. Rasti tjetër kemi pas me ortopedin para 2 muajve, kur ndodh problemi i njëjtë. Ai thirret për një mobilizim të dorës një fëmije, ndërsa pacientit kërkon shërbim dhe kap doktorin për krahun në korridor, ku aja shifët krejt me qenë se kemi të instaluar dhe kamerat. Ndërsa për raste tjera, për shembull konkret rasti jam, dihet ka qenë qysh më herët, ndërsa rasti tjetër e kemi me shofer, kur pacienti zgjergët të poshtë prej kirurgjisë edhe ja fillon i godit dert një nga një,
me qenë se thot që nuk e ka marrë shërbimin për një herë. Do me thonë është ndështë një emet, një patologji e qytetarëve tonë që nuk e ka një edukat shëndetësore dhe nuk ka një dyrim derisa të bëhet reagimi i pacientit. Derisa sikur të kishin pas durim ato, të bëhet reagimi i pacientit, besoj që te këto probleme nuk do të kishte ardhur. Disa nga aspektet ndodhen që këtyre rasteve lidhen qoftë me aspektin e menaxhimit, të hapësirës, të infrastrukturës, pse jo të mentalitetit të pacientëve. Ka raste që përmenden vetë sjelljet e mjekëve. Zoti Karameta, ju jeni solidarizuar herën e kaluar pikërisht edhe pse këtu jemi në dy aspekte, domethënë të shëndetit sekondar dhe primar, por në këtë rast jemi debatues për shëndetin Frezajas. Domethënë për shëndetësinë Frezajasit. Kështu që po flasim haptas në atë kuptimin se shpeshherë edhe koordinimi i punës mes mjekësisë familjare, shëndetit primar dhe atij sekondar vjen nga tres rreth një udhëzimi për shembull. Si qëndron puna e koordinimit të aspekteve të menaxhimit mes shëndetit primar dhe atij sekondar? Faleminderit shumë. Unë them që personeli mjekësor, konkretisht mjekët, nuk guxojnë të jenë në këtë pozitë anatemuar dhe në një ditë të shkojnë punë dhe mos të jenë të sigurt se si duhet të kthehen atë. Ndoshta dikush do të më zënë për të madhe, mirë po unë kam thënë që ndoshta mjekët mund t'i llogarisim si niveli ose ajka më e lartë e një popullsie. Këtë e dëshmojnë edhe fakte të ndryshme se qysh nga bankat shkollore ata janë të dalluar. Kjo që po ndodh dhe duhet të denohet. Ne tani këto probleme të cilat i kemi, të cilat janë të identifikuara në të kaluar nga ju, tani më nuk ekzistojnë. Ne tani kemi një kooperativitet mjaft të mirë dhe par excellence mes nivelet primar dhe sekondar, dhe problemi më i pakt është ajo të cilët ne bëjmë referimin e këtyre pacientëve tanë, të cilat ka desh fati që jemi shumë afër dhe nevojat e ndërsjellta. Për të dëshmuar këtë pak më ndryshe, mund të them se niveli sekondar dhe mjekët të cilat punojnë në nivelin parsor, numrin minimal të pacientëve e transferojnë deri për konsulta të ndryshme në nivelin sekondar. Dhe këto ndëshmojnë kemi statistika ku figuron që rreth 11.5% të gjithë pacientëve të cilat kërkojnë shërbime shëndetësore në nivelin parsor referohen për konsultat të mutjeteshme deri në nivelin sekondar. Ndërsa standardet... Ka pengesa administrative, mos thon byrokratike, në kuptimin e shpejtësisë, marrjes në shërbim. Po, këtë duhet ta potencoj qështën se nga organizata... e shpreh pikërisht mosdurimin, domethënë të pacientit. Jo, nga organizata botërore e shëndetësisë mos ta harroj këtë që referimet lejohen deri në 20%. Do të thonë ne jemi shumë mirë me këtë aspekt. Ne jemi shëndetësi primare dhe shëndetësi primare për të kuptuar më thjesht është koncept në të cilën secili qytetar për herën e parë që ka nevojë për një mjek duhet të takohet, duhet të prek mjekët dhe punëtorët shëndetësor të cilat funksionojnë në kuadër të nivelit shëndetësor primar. Andaj nga aty, nga njerëzit kompetent, përcaktohet se trajtimin duhet ta merr nga ai nivel apo ka nevojë për specialistikën e mutjeteshme. Këto janë rregullat të cilat janë. Në botën e përparuar ekziston në nivel i popullatës të cilat dojnë t'i kalojnë këtë struktura, dojnë t'i kalojnë këtë nivele dhe shkojnë dhe kërkojnë në nivelin sekondar drejt për drejt. Ndoshta ndonjëherë edhe pa udhëzim. Mirë po, forma e pagesës aty duhet të jetë ndryshe. Duhet të paguhet 3 fishi apo 4 fishi, mirë po është nivel tjetër i strukturës së popullsisë. Ndërsa këto të ne ndodh e kundërta. Ai dëshiron të shkon pa udhëzim, është në gjendje që ta atakon edhe mjekun kujdestar dhe është në gjendje që të bën shumë probleme edhe kur është puna e pagesës së shërbimit të cilën e merr. Kjo do një studim pak më të gjerë, mirë po me siguri kjo është tavolinë debatuese do të bisedojmë më tutje. Zoti Bajrama, keni ju kërkesa nga qytetarët që në farë forme të shkojnë drejt për drejt të kenë çastin në spital? Dhe në fund të fundit ne kemi 2 emergjenca shumë afër njëra tjetrës. Si funksionojnë ato në kuptimin e bashkëpunimit?
Spari të them që nëse vjen të ban kërkesa veç që e ka kry punën e vetë, ka ardhur aty, është kontakt me personelin dhe me mjekun, ai do ta merr udhëzimin sipas nevojës, se është nevoja, do ta merr udhëzimin. A ka rast që Po ka nevojë? ka raste, unë them për hir të ikjes, në raste ndoshta nëse shumë insiston, do të jepet edhe pa mendimin profesional që vërtet ka nevojë, po që insiston. Po raste nuk janë të shpeshta këto. Nëse thirrem në raste. Unë kujtoj që problemi është në qasje. Më së pari, mjekësia familjare si koncept është filluar nga viti 2000, nga zerot e ne. Është një edukate jona shëndetësore, për aq sa e kemi, gjithnjë po flas, është edukat, aq sa është. Deri në vitin 2000, qasja ka qenë kryesisht e orientuar në dytësorin, në pjesën e spitaleve, në kryerjen e përfundimin e shërimit në spital, kurse koncepti i mjekësisë familjare ka të kundërtën, që 80% të popullatës e cila ka nevojë për ndihmë dhe kurim duhet të paraqitet edhe kryesisht kryhet në mjekësinë familjare. Po konsideroni se ka pas vështirësi të përvetësimi i këtij koncepti? Pikërisht duhet të dalë. Ndoshta është hallk e cila na ka mungu deri tash, jo që është lënë pas dore, po në angazhime që kemi menduar se janë më prioritare, si duket do të ishte pas ka qenë më prioritare të investohet mund dhe energji në informimin, në edukimin shëndetësor të popullatës, se dera porta kryesore dhe e pa anashkalueshme është mjekësia familjare dhe pastaj sipas nevojës referohen. Pikërisht pacienti kërkon drejt për drejt shkon në spital. Shkon në spital sepse mendon se aty do ta merr më mirë, sepse është niveli 2, nivel më i avancuar, nivel shumë afër terciarës, që është më ajo kulmi i gjithave. Pastaj është edhe si historik, them i joni i mjekësisë në Ferizaj, ne kemi qenë në shtëpi, me ato objekte që janë aty prezent, kemi qenë ndoshta pacienti në shtëpi, po pikërisht. Vazhdon të jepë një perceptim, është perceptim me një institucion, po. Është e njëjtë, edhe orientohet jo gabimisht, po të menduese aty është një shërbim tjetër, është një emergjencë, aty ku bëhet intervenimi kirurgjik i thellë, aty ku bëhet lindje. Ne ta shohim drejt për drejt dhe gjitha këto që ngritëm si shef doktor Vishi, aq më tepër më intereson edhe mendimi nëse koncepti i mjekësisë familjare ende ka problem të përveçuar nga qytetarët. A ka problem edhe që nga mjekët sekondar të shikohet si diçka që këta po dojnë me marr shumë 80% nga puna juaj? A ka raste kur i ktheni pacientët të orientuar kushtimisht gabimisht në spital të thënë jo duhet të shkoni jo vetëm për udhëzim, por edhe për mjekim në mjekësinë familjare? Faleminderit për ftesën, përshëndes kolegë dhe shikues të televizionit Tema. Fatmirësisht shëndetësia në Ferizaj ka shënuar një progres viteve të fundit, një progres jashtëzakonisht evident, por fatkeqësisht kohëve të fundit, si thanë edhe kolegët, jemi ballafaqur me një problem, me një dhunë ekstreme të pacientëve në vendin e punës. Dhe problemi i sigurisë personelit shëndetësor në vendin e punës është një problem që ngërthen shumë akter që duhet të veprojnë për mos me ardhur deri te këto probleme. Ju mendoni që është më shumë se problem vetëm i sigurisë? Unë mendoj se është më shumë vetë akti i bisedës dhe problemet e referimit, problemet e sigurisë që do të ceken gjatë këtij debati, problemi i furnizimit me medikamente, problemi i afërsisë objekteve shëndetësore, sjellën deri te këto konflikte për arsye se pacientat vinë dhe e kanë intencën e marrjes shërbimit shëndetësor, ndërsa sigurisht punëtorët shëndetësor janë të obliguar me zbatuar detyrat dhe obligimet e punës, sepse ekzistojnë saktë udhëzime administrative, të sakta të bashkëpagesave dhe të marrjes udhëzime përkatëse për me shku deri me një vend. Po problemi, po çështja e dhunës, demonstrimit nga ana e qytetarëve ndaj personelit shëndetësor është totalisht i papranueshëm dhe duhet të jetë i dënueshëm jo vetëm në sektorin e shëndetësisë, por në gjitha shërbimet publike dhe sigurisht edhe jashtë kësaj. Ne kësaj radhe
kemi reagu pak në mënyrë pak më ekstreme për ta tërheqë vëmendjen e institucioneve përkatëse relevante për të marrë masa konkrete në kuptim të sigurisë personelit shëndetësor në vendin e punës. Dhe këto masa nuk nënkuptojnë siguri, jo vetëm sigurinë fizike personelit shëndetësor në vend punës, po nënkuptojnë harmonizimin dhe veprimet konkrete me gjitha palët dhe akterët që ofrojnë shërbime shëndetësore në këtë drejtim. Dhe pikërisht është mirë që pikërisht edhe debatohet edhe me shërbimet primare për këtë problematikë. Bashkë po më intereson mendimi i drejtorit, a ka kapacitete edhe të brendshme për menaxhim, por edhe për krajën nga jashtë që kjo atmosferë të ndryshohet. Për arsye se për lehet bindje se spitali ka në të kuptim dyert hapura mund të hynë kushdo kur do. Çish mund vehen të shqyrtat filtra të procesit të mirëvajtjes. Në deri tash e biseduam atë problemin e afërsisë dhe problemin e pacientëve që mendojnë që kemi raste konkrete, në shembull në emergjencë vijnë pacient me status febril që nuk është pacient i drejt për drejt i emergjencës, shembull të ngarkohet emergjenca, të pas parasysh nëse sa krevet kemi çtrim aty për një terapi, në vend që të shkon mjekësi familjare drejtohet tek ne. Problemi bash aty ndodh, vjen edhe pa udhëzim, edhe vjen pa një indikacion apo pa një preferencë të mjekut familjar, ku në realitet ai duhet drejtohet s'paku të mjekut familjar, pastaj sipas nevojës, nëse ka nevojë për një tretman tjetër sekondar, të referohet tek ne. Domethënë problemet qëndron aty. Unë si drejtor, bashku me drejtorin që më fës, ne kemi bisedu këto probleme edhe më herët. Por ndoshta edhe problemet qëndron me qenë se jemi shumë afër. Edhe thjesht pacientë kanë mësu një derë ku aty kanë marrë shërbime me vite tëra. Edhe tash me një farë mënyre sukur me pritue të ecin edhe 50 metra të drejtohen të emergjenca familjare, po hynë drejt për drejt tek ne. A do të thotë se mund të forcohet një zyrje informimit e përbashkët? Një zyrje informimit ku qytetari në rend parë do të haste zyrën për informim, edhe pastaj aty do të mund të bëj, apo do të ishte pjesë e edukimit nëpërmjet kontakti parë i pacientit vjen me teknik medicinal tonë. Edhe teknik medicinal tonë t'i drejtojnë se ku do të, po aty fillon një farë grindje. Thjesht mendojnë që ne nuk po dojmë t'i trajtojmë. Edhe aty fillojnë veç problemet. Shembull, në vend që të drejtohet në vendin e duar, ai drejtohet në emergjencë, aty ku kemi disa probleme në shembull. Kemi krevet pa mjaftueshëm. Shembull, kur një pacient me një status febril trajtohet për shtëpisë shëndetit, kërkon trajtohet e ne, këto gjitha ato probleme ndodhin për asgjë. Krejt kjo vjen si pasojë e një mos edukatit mirëfillt të pacientit se ku drejtohet. Mirë, në anën tjetër kemi pas deshte të shtosh diçka. Disa vesh ta shtoj elementin e më do ku bë pyetja në kuptim a keni kodër të mjaftueshëm. Unë dëshiroj me bë me dije që spitali e ka emrin spital, si spitali i përgjithshëm, po aktualisht edhe në drejtimet të cilat janë funksionale, aktualisht funksionojnë dikon me 50% kapaciteteve të burimeve njerëzore. Qytetarët duhet ta dinë, dhe mjekët, edhe sigurisht edhe personeli tjetër shëndetësor në Frezaj, që shërbimet kirurgjikale në kuadër të departamentit të kirurgjisë ofrohen vetëm për specialitetet për cilat i kemi ne mjekët, ndërsa kirurgjia si koncept është kirurgji shumë e gjerë dhe përfshin shumë lami. Është pikërisht ajo që po thotë drejtori që pacientat vinë me kërkesa për shërbime tjera edhe nuk hasin në specialitet. Unë po të ndërvend me vonë, po pasi që përmend këtë, do të them se shpesh kemi dëgjuar akuza për shembull që nga QKK-ja për shembull që spitali Feriza të referon është vetëm spital referues, vetëm i referon rastat në Prishtinë. A mund të themi që ndërlidhet me këtë që ka ju apo kjo sigurisht që ndërlidhet me këtë problematik, por nuk ky aspekt nuk qëndron. Për arsye se pacientat e kanë të drejtën dhe lirinë e zgjedhjes së vendit mjekimit dhe mjekut, dhe një pjesë një përqindje shumë e madhe
adresor në QKUK përmes ordinancave private dhe shkojnë edhe me rrugë tjera. Ekziston perceptimi i gabum i kësaj problematike, për arsye se dikon rreth nuk është referimi juaj. Nuk është referimi jonë, ajo aty është esenca. Edhe mund të them me përgjithësi shumë plot që dikon mbi 90% asaj që duhet të na mundal është kry me vitet tona, me një sakrificë jashtëzakonisht madhe të personelit shëndetësor, me një numër shumë të vogël personeli, dhe unë njëkohësisht, me qenë se jemi këto, po shfrytëzoj rastin që t'i përshëndes të gjitha ata që kanë kontribuar që nga viti 1999, për arsye se jo në gjithë jemi dëshmitar në çfarë hapësira jemi kthy dhe për kaq vite, për 10 vite, 15 vite, mund të them lirë që kemi mbërritur në nivel të kënaqshëm të shërbimeve kirurgjikale në nivel të Ferizajit, dhe këtë e ndëshmojnë edhe raportet vjetore të punës, nëse më lejoni vetëm shkurtimisht paraqes raportin e vjetor të vitit 2013, ka një numër për 1311 pacientëve të operuar, dhe ajo që ka duhet dikon me ditë mjekimi 3837 ditë mjekimi. I tërë ky kapacitet mjekimi kryet me vetëm 5 kirurg, 1 urolog, 3 ortoped aktualisht dhe 2 mjek oftalmolog dhe 2 mjek të otorinolaryngologjisë. Ajo që ka vlen ciket është se pacientët në spitalin e Ferizajit nuk janë vetëm nga regioni i Ferizajit, por një numër i konsiderueshëm janë nga Kaçaniko, Shtimja, Lipjani, Hani Elezit, Gjiljani, Shtërpca, Vitia, Prishtina. Doktor, mirë bëre që i solë këto shifra, por në anën tjetër në disa matjet, aty do dalim, në disa matjet që janë bërë, as ma tepër në një raport mjaft serios të UNDP-s, ky numër kaq i madh i punës sikur bie pak në zvetnim. Pse? 48% janë këtuarve janë shpreh të kënaqur me shërbimet të pakënaqur me shërbimet në mjekësinë familjare, domthonë në shërbimin primar, kurse 58% janë shpreh, parafrasisht 58 e diçka, 58.7 duket, % janë shpreh të pakënaqur me shërbimet të ofruara në spital. Po nisëm prej zotëri Karametes për arsye se pavarësisht që këto shifra preken të dy sektorët, janë shifra që mendoj që duhet të jenë bazë politikave shëndetësore në komunë për të pasur se çka mund të përmirësohet nga këto shifra. Para se të më kalu kjo, më lejo të lutem të identifikojmë në mënyrë konkrete këtë problemin e cili punëtor tonë shëndetësor konkretisht në nivelin dytësor janë her pas here të atakuar. Do të thotë që edhe mjekët në sektorin tani kemi rastet të cilat i kemi primarë absolutisht të pa mirë, po këtu duhet të identifikojmë që unë mendoj që i kemi dy probleme. Njëri problem është se spitali aktual të cilën e gëzon në qytetin e Ferizajit është një improvizim i një spitali. Për çdo respekt dhe konsiderat drejtori aktual i cili është munduar dhe ka bërë disa punë shumë të mira duke shtuar anekse të ndryshme, mirë po të cilat megjithatë akoma nuk i plotësojnë. Për këtë arsye jo rastësisht unë nga kuvendi nga seanca e kuvendit të Ferizajit kam kërkuar që më tepër se kurdoherë është e nevojshme dhe e kërkueshme nga ne që të bëhemi bashkë, pozitë opozitë dhe të bëjmë ndërtimin e një spitali tjetër të cilën e kemi në Ferizaj. Që mendoj që është këtë lak muhabetin e spitalit të në majë men si fëmijë i vogël kur kam qenë dhe ende e kemi të paralizuar. Dhe mendoj që po që se ne e kemi një spital të cilin ekziston projekte dhe interesimi jonë dhe i drejtorë është shumë i madh që ta bëjmë në lokacionet të cilin e kemi bë, mendoj që në 100% të garancës këto probleme do të zgjedhen. Duke mos e pas parasysh ne vetëm kemi filluar që edhe problemi i dytë, shkaktari i dytë i cili është që tek pacientët tonë tek popullata jonë nevojitet një edukim shëndetësor, e cila është e prekshme dhe e potencuar në platformën qeverisë tonë tani, për cilën mendoj që me hapa konkret dhe me koncepte konkrete do dalim nga viti i ardhshëm. Duke mos përjashtuar edhe politikat e përbashkëta shëndetësore me i bë për shëndetësinë ferizajase.
Ndërsa te raporti në QKMF ka ekzistuar grupi për edukim dhe ekziston për shëndetësor, por më tepër ndoshta është për edukim primar, drejt për drejt, jo ndoshta edhe për këto aspekte tjera që kam të edukimit për shërbimet mjekësore, për informim për shërbimet mjekësore. Apo shkojnë krahas ato? Jo, këtu është fjala për një fushat e cila ndoshta mediatike duhet jetë. Masi veç zdi përmena mediat, unë e kujtoj se kanë një kontribut mjaft të rëndësishëm, tash si do të mirët, edhe në formimin e opinionit kundër punëtorëve shëndetësor. Sepse të arriturat, sakrificat, punët, sukseset, shumë pak vënohen në nivel të informimit të qytetarëve. Ajo shumë pak është vërtet pak, kurse rastet eksesive egzagerohen deri në ekstrem. Dhe për çdo dhunë është parem njerëzit që studiojnë dhe i dinë mirë çështjen e para përgatitjes së opinionit për ta justifikuar dhunën, kushtimisht mund të them që atë gjatë është shkruar dhe është fol për të huqurat e mjekësisë, që është një problem sistemor, nuk është një problem i njerëzve apo i një spitalit, po është problem sistemi edhe problem i qasjes sistemore, po gati opinioni qytetarët kanë ardhur në një stad që të pranojnë me kënaqësi çdo lajm që e marrin për atakimin e punëtorëve shëndetësor në vendin e punës. Ngritë disa aspekte që janë në raport. Një kontribut. Pse ka ndalë të shihet të pakënaqësisë edhe në raport mund të gjendet kjo që kanë nevojë të shihet dhe të proklamohet, gjithsesi të tregohet puna e bërë që është u bërë dhe kjo është një punë e madhe. Po, shumë e qartë, po duke u ndëlidhur me raportin edhe me shifrat e pakënaqësisë për shërbimet, që spitali arrin 58%, domethënë realisht jemi 60% pa kënaqur, 40% mbetet e kënaqur. Aty përmenden edhe shumë elemente tjera të cilat prekun në atë kuptimin pse etika mjekësore sigurisht degraduar, mos them është devalvuar, se është fjalë shkallë më e lartë, por aty preken disa aspekte të drejt për drejt dyshimeve për korrupsion edhe për shërbime jo korrekte ndaj pacientëve. A keni raporte më konkrete, zoti Barami, për këto? Po me të thonë drejtën, në ato raporte i kemi lexuar, po çka është nështë një veçanti e kjo përqindje kryesisht është bërë nga qytetarët. Do më thonë pakënaqësia ekziston nga qytetarët, jo nga pacient. Në bazë raportit që është bërë në përfundim, aty del se ka rrëfime të pacientë janë të kënaqur. Por mendat për kirurgji që kinse kanë dhënë mito për kryerjen e shërbimeve. Ndërsa është një karakteristikë nështë që unë e disa herë si përmes gazetës, si përmes mediave, kam qenë transparent dhe kom thënë nëse eventualisht hasin në një problem ose në një lypje të mito dhe diçka urnonu, drejtonu, e keni zyrën, e keni vendin dhe ne do të mirëmi me to. Po deri tash asnjë prej pacientëve që 3 vite gjysë unë thjesht jam drejtor, nuk ka asnjë kërkesë tillë. Kështu që bjen desh pak me ato thonjën e qytetarëve. Ndërsa është karakteristike veçantë është e qytetarit, jashtë thotë që janë shërbime katastrofë, nuk muj me kry punë hiç, fatkeqësisht vje e kryen punën edhe hiç më larg se dje pacienti të dalë prej sallës, po mendoj prej spitalit, unë falenderoj të faleminderit se ku marr shërbimin e duhur. Do me thonë që është një dallim mes qytetarëve dhe pacientit që merr shërbime. Unë jam shumë i sigurt dhe tham me shumë bindje që në spital të Ferizajit pacienti besoj që prit më së paku në krahasim me gjitha spitalet tjera. Edhe shërbimet e çdo që i kemi, nuk kemi ku me ditë se kemi 5 raporte, vetëm se të jeni të bindur që secili pacient që del prej aty del shumë i kënaqur. Mirë, zoti Emri, kryesisht shumë gjëra shkojnë, qofshin akuza, qoftë vëllimi i punëve shkojnë apo ndërlidhen drejt për drejt me repartin e kirurgjisë. Çfarë mund të thonë ju, disa nga rrëfimet që ki aty që i ke lexuar të qytetarë apo të pacientëve, flasin që kanë pas raste që kanë nënshtruar kërkesa për pagesa jashtë normave apo jashtë normativeve të përcaktuara me ligj. Ne
Sigurisht që e vlerësojmë çdo raport të organizatave, qofshin ato jetë qeveritare apo qeveritare në lidhje me punën tonë, dhe vazhdimisht edhe në kuadër të Këshillit Drejtues kena insistuar edhe me drejtorin që të jemi pikërisht në këtë intencë, që të jemi transparent ndaj punës tonë. Ajo që unë e shoh pozitive në këtë raport të UNDP-s, pa hyrë në detale me analizu në këtë prizmin çfarë po diskutojmë aktualisht, është fakti që këto është një vlerësim i dy elementeve. Vlerësimi i qytetarëve dhe pikërisht i pacientëve për profesionalizmin e stafit, vlerësimi është maksimal, dhe një vlerësim total që është dikon në 90% ka për performancën e spitalit. Kështu që kjo është një perceptim aktual që bëhet, që nuk mund të jetë ekskluzivisht për kirurgji, për arsye se ajo është bën një perceptim për gjitha shërbimet. Edhe thash edhe një herë po duhet ta apotetësoj që kirurgjia nuk përfshin vetëm kirurgjin, ajo që na më shohin mua ose një kirurg tjetër, po ajo përfshin veprimet lamit kirurgjikale, ortopedinë, ginekologjin, dhe urologjinë, shërbime tjera. Çështja e korrupsionit, edhe në këtë raport të UNDP-s, për mua nuk është shumë shqetësues sepse është në vlerat 2.2. Veprime eksesive, veprime të pandërgjeshme të punëtorëve shëndetësor, sigurisht që ka dhe do të ketë, edhe të në të gjitha lamit. Pra ajo nuk është aktualisht një dukuri shqetësuese që e kushtozon efikasitetin e ofrimit dhe cilësinë e ofrimit shërbimeve shëndetësore në kuadër të çtyre kapaciteteve që i kemi tek ne. Më lejoni që ashtu sikur kurrizimet doktor Emre, ju si shef, a keni pas raste për shembull dikush nga ju, qoftë koleg, qoftë që ka bërë kurrizime të pacientëve për shërbime? Po për gjitha këto gjëra që bisedohet, ekzistojnë indikatorët me cilë motet performanca e punëtorëve shëndetësor dhe performanca e spitalit. Për një performancë e korrupsionit të spitalit motet edhe me një institucioni motet me numrin e ankesave, motet edhe me numrin e personave që ju kanë nështruar procedurave ligjore për një veprim të tillë. U tha edhe më herët që ne për këto 15 vite nuk kena pas qoftë edhe një rast ankesave publike në për kutit e ankesave të vendosura në për njësit, ose edhe rastet të gjykimeve. Të gjitha ato që bëjnë këto veprime, sigurisht se bien ndesh me ligjin dhe duhet i nënshtrohen këtyre gjërave. Për një raportit menshëm, unë duhet i kundërvyjem pikërisht këtij raportit të UNDP-s, sepse nuk e konsideraj, për kundër vlerësimit pozitiv, nuk e konsideraj se të besueshëm plotësisht, për arsye se në një raport menshëm që i bëjmë në raportet 6 mujore prej psikologëve dhe shërbimeve tona të menshme në lidhje drejt për drejt me pacientat kur i afrohet shërbimeve shëndetësore, del që kemi rezultat, del që shumë pak me një përqindje 5% pacientat janë pa kënaqur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore, dhe ato pikërisht ka të bëjë me nivelin e higjienës, me nivelin e infrastrukturës, me nivelin e komunikimit me personel e me këto. Për mua është me rëndësi që qytetarët dhe pacientat janë të kënaqur me profesionalizmin e mjekëve që ofrojnë shërbime shëndetësore këtu. Për pjesën tjetër, ne kemi sigurisht do të bashkëpunu edhe me shërbimet primare, do të bashkëpunu me gjithë akterët relevant, duke fillu prej komunës, prej shërbime primare dhe shërbime terciare, dhe pikërisht edhe këtë ditë, këtë problematika ka qenë, kemi kërku ndihmë për stafit profesional, sepse nuk jemi në gjendje me afru për 300.000 banor shërbime cilësore kualiteti për gjithë njerëzit e interesuar në moment me kry shërbime. Ne aktualisht kemi një listë pritje dikon për rreth 150 vjet që presin për operacione. Kështu që gjëra duhet të shikohen pak edhe në syrin kritik, po edhe në syrin e asaj sa janë normat, sepse edhe për punëtorë shëndetësor janë standardet sa mund të punohet.
Po kur jemi fjallat e stërngarkimi, një rast i tillë është edhe në shëndetin primar, edhe në qendrat rajonale të mjekësisë familjare. A mendoni se edhe kjo ka ndikuar mjaft te vlerësimi qytetarëve dhe pacientëve për pakënaqësi ndaj shërbimit? Kur dihet që ka raste kur një mjek kontrollon deri në 70-80, mos të më 100 pacientë. Po unë gjithnjë prap po insistoj në atë që thash, është një hall që po na mungon, është edukimi shëndetësor në rrafshin horizontal, jo për profesionistë, edhe ajo ka nevojë dhe është në objektivat tona, por edhe në rrafshin horizontal të ata të cilët marrin shërbimin tonë. Në rast se insistohet, sigurisht. Në rast se insistohet, sikur që është insistuar me këtë matjen e pulsit, nuk do të kisha vlerësuar si një raport, po është një puls i qytetarëve, një matje e perceptimit, nuk është ndonjë punë kështu kuptimin e vlerësimit real dhe statistikor për punën që bëhet. Pacienti ose përcjellësi në këtë rast, shumicën e rasteve është përcjellësi ai i cili shpreh negativizëm, është qytetari i cili gjendet jashtë objekteve aty ku mirët shërbimi shëndetësor dhe është shumë e logjikshme që ai të flet sipas informatave që i ka, që thash pak më parë se shëndetësia nuk funksionon në nivel vendi, se UKE nuk funksionon, spitali nuk funksionon, etj. Është i bombarduar nga informata të tjera. Kurse informata e cila mirët në vendin ku kryhet shërbimi, e që i kemi informata të brendshme që çdo vit, që 10 vjet me radhë i bëjmë hulumtimin e perceptimit të kënaqësisë së pacientit. Ne nuk marrim 1200 respondent, po kemi nga 50 në 4 qendra të mjekësisë familjare, që plotësojnë pyetësorin e caktuar në intervalet të ndryshme, po. Në një kohë të caktuar 2 javësh brenda objektit dhe ata japin dhe dalin rezultatet të tjera. Dhe nëse pacienti kërkon vetëm shpejtësinë dhe pritjen e shkurt, nuk shoh ndonjë kvalitet këtu. Përkundrazi, bëhet shtytje që të mos bëhet punë kvalitative. Bëhet presion që të mos bëhet puna kvalitative. Unë kam informim për bashkëpunëtorëve profesionistë, sidomos në mjekësinë familjare, që për nga vjen, ka kemi marrë modelin në Angli, po dhe në vendet e tjera, përdoret kategoria e caktimit të terminit. Dhe në atë termin, nuk matet me minuta, po pritja është me orë. Aty ku ka informat të vërtet, sepse ata shkojnë të marrin shërbim dhe e vlerësojnë shërbimin cilin e marrin. Dhe për këtë nuk kanë faj qytetarët dhe pacientit, prapë po tham faj është te ne që deri tash nuk kemi marrë me një fushat produktive, me një frutdhënëse. Ne në këtë aspekt pak e kemi bërë një zonim, po se duket edhe nuk respektohet. Po, do të thonë, këtu janë edhe këto rekomandimet, edhe ne duhet të nxjerrim nga ajo që duhet të marrim një fushat proaktive, që pacienti të vlerëson shkuarjen edhe pritjen, se pacient ambulantor, ambulancë dhe ambulantor dhe të shëtitës, që mund të reull, mund të lexon diçka, mund të informohet në sportel, për si është qortja, sa duhet të pres, dhe mjeku derisa punon, nuk ka nevojë të bëjnë stres sepse nuk e kryen për 5 minuta. Rezultatet e ulëmtimit ton janë te mjeku dikun ma pak se 5 minuta. Te infermierja është ma pak se 4 minuta. Dhe po del një shërbim shumë sprint. Dhe unë, si udhëheqësja, si QKMF-s, nuk do ta kisha preferuar që të jetë kaq i shpejt. Përkundrazi, të jetë më i ngadalshëm, të jetë më produktiv, edhe në qasje më përmbajtje po. Do të Karameta shpesh lihet përshtypja se politikat zhvillimore në aspektin e shëndetësisë nuk shkojnë për të infrastrukturës. A ka aspekte tjera me cilat mirën jo më shumë se sa të mbuluar vetëm me infrastrukturë? Po mendoj drejtoria komunale. Absolutisht, ne kemi identifikuar problemet qysh në fillim dhe nga përvoja ime me projektet e cilat kam pas, kam bërë kontakte me këtë UNDP-n dhe i falenderoj dy miqt e mi që është Adeo dhe Fitimit të cilat më kanë mbështet për implementimin dhe realizimin e këtij projekti. Ky projekt është bërë dikur në fillim të këtij viti dhe rezultatet të cilat janë nuk janë aq alarmante, të cilat janë bërë këtu dhe janë bërë mediatike, aq shumë ndoshta ndonjëherë të egzageruara. Tani për tani mund të diskutojmë një nga një ashtu, konkretisht edhe të shëndetësia primare.
Politikat tona janë identifikuar që në Ferizaj shëndetësia ka nevojë për ngritjen e shërbimeve shëndetësore, si në nivelin cilësor, gjithashtu edhe atë sasior. Dhe ne këtu të gjitha e kemi bërë. Ne kemi arritur që të ngrisim numrin e punëtorëve shëndetësor dhe të funksionalizojmë të gjitha qendrat e mjekësisë familjare, ku këto rekomandimet njëra prej tyre ka qenë se të jemi sa më afër qytetarëve dhe akoma pa dalë rezultatet e pulsit, ne vetëm i kemi realizuar. Gjithashtu me pajisje në laborator, me funksionalizimin e qendrës emergjencës, e cila tani është edhe pjesa kardinale e shëndetësisë ferizajase, ku në me mbështetje të organizatave të ndryshme kemi bërë edhe inventarin mjaft cilësor të cilin ka marrë nga Gjermania. Tani për tani jemi edhe rritjen e numrit të ekipeve mobile të cilën e kemi bërë, duke pas parasysh se kemi fituar edhe disa vetura, donacione dhe disa tjera i kemi bler. Një duhet ta potencoj këto, nëse më lejohet, që 47% është pakënaqësia qytetare në shëndetësinë për shëndetësinë primare. Mirë, po këtu duhet të caktohet se cili është specifikisht ajo pakënaqësi. Ku buron? Pakënaqësia, indikatori kryesor është aty që ata janë të pakënaqur me banat e listës esenciale, për të cilat ne padesh me gjujt fajin apo topin diku tjetër, nuk jemi përgjegjës për atë punë. Ne jemi mbledh me komisionet dhe komitetet të cilat i kemi brenda shëndetësisë dhe QKMF-s, dhe jemi mundu të gjejmë dhe jemi duke mundu forma të ndryshme të rritjes së kësaj sasie të banave esenciale, përveç atyre që vijnë nga shëndetësia, të cilat aktualisht nuk na lejojnë dispozita ligjore, po me insistimin tonë mendojmë që ne të ardhmen do të realizojmë. Kështu që duhet të them edhe diçka. Ne nuk jemi, tash po flas për shëndetësinë primare, ju lutem. Ne nuk jemi përgjegjës për gjendjen aktuale e cila ka dalë në këtë puls. Edhe pse nuk është mjaft e keqe. Këtë e kemi të trashëguar, dhe ne, akoma pa dalë të rezultate dhe rekomandime, ne shumicën prej tyre veç i kemi realizu. Edhe njëherë po thëmë, unë kam desh me bo këtë projekt, i cili më është mbështetur nga UNDP-ja, me lejen e drejtorët e kemi përfshi edhe nivelin sekondar, për të qenë sa më zyrtare këto rezultate, duke i pas parasysh edhe vërejtjet dhe sugjerimet e profesorit tonë. Unë asnjëherë nuk desh ta millon kaje debatet në kuptimin politik, për arsye se shëndetësia është e gjithë qytetarëve, pavarësisht që nuancat politike mund të vendosin për një parametër më të mirë apo për një parametër më të keq, por ajo që tash më intereson është thjesht edhe një aspekt tjetër i punës të menaxheriale, kështu më thonë, drejt për drejt, për arsye se ka pas disa vërejtje se disa ambulanca specialistike në spital nuk punojnë për çdo ditë. Kjo është një problem që krijon huti dhe krijon një presion të qytetarët. Për arsye se aty nuk rekomandohet një vizitë specialistike në spital, se nuk është vetëm shkurja e vendosjes në spital, por shpesh janë vetëm kontrolla specialistike. Si qëndron puna zotë Barame me ambulanca specialistike brenda spitalit. Për arsye se disa shërbime specialistike i kanë edhe QKMF, po unë kam fjalën për shërbime specialistike brenda spitalit. Po, pjesa ambulantore... A mund të bëhen ato më të përditshme? Po, ne nuk mund të bëjmë përditshme shembull aty ku nuk kemi kuadër. Ne nuk mund të bëjmë shembull urologjin të përditshme me qenë se kemi vetëm një mjek. Ose shembull konkret i kemi edhe nga 2 mjek, shembull konkret kemi ORL-n, që janë 2 mjek, po në një farë mënyrë jemi mundu çdo 2-3 ditë me pos thjesht mjek në ambulant. Në shembull kemi përdet në pjesën e kirurgjisë, kemi gati çdo të internës, kemi pediatrisë, kemi të përdet, kemi dermatologjisë, do me thonë nuk e kemi përdet aty vetëm ku kemi numër në kuadër. Dësa për ndryshe aty ku kemi kuadër, pjesa ambulantore ka 3 orë punon për çdo ditë. Ndërsa raste tjera që vijnë emergjente, e kemi pjesën emergjencë, ku të gjithë specialistë që janë aty janë të obliguar të dalin ta kryejnë rastin emergjent. Ndërsa
Aja që ka është ma keqja dhe problemet që ndërën kryesisht e aj kadrë që nuk kemi. Kështu që nuk mujmë shemon në këtë aspekt më intereson, a ka qasje programore, politike, për më mbulu me specialist të ri, specializant, që fillojnë specializimin pikërisht nëpërmjet kësaj qasje tash që e ka? Po, fatmirësisht ne tash kemi mas e 20 specializant. Po ne nuk mujmë të thojmë tash që do të mbulojmë 100% brenda 5 vite. Ata do të kthehen krejtë ne. Është e pamundur tash që brenda 10 vite të mbulojnë gjitha specializim. S'ka shans, që thojmë. Mundësia është me qenë se nuk i kuadër. Ne drejtim plotësohet vetëm aty ku ki kuadër, do me thonë me ambulant dhe me pjesën emergjente. Ndërsa për çdo ditë i kemi do lami specifike që është e pamundur më plotësu, ndoshta edhe brenda 10 vite. Një element tjetër që zbe pak sa performancën e mjekëve në sy të qytetarëve, apo posaçërisht i pjesës rurale, është funksionimi i punkteve, ku zakonisht ekziston një paragjykim se shërbimet duke qenë të njëjtit nivel. Përkundër që në esencë të njëjtit mjek mund vetëm ta bëjnë kujdestarinë në ambulancat e fshatit, por ekziston një paragjykim që ata duhet vinë gjithsesi në qendër, ndoshta është pjesë e atij mentalitetit që ka ju. Sigur, po. Ma konkret do shtë. Çka mundi ma konkretisht të na thoni? Sigurisht që ka reflektim edhe të asaj që e thash, po ajo është pjesë subjektive, ekziston edhe pjesa objektive. Mas pari apo nuk është zinxhiri nuk është plotësisht mbyllur. Jo, i njëjti nëse duhet pacientit shkon zakonisht shkohet me një mjet udhëtimi, atëherë ditë që ka me shku edhe në një barnatore, barnatoria është në qytet, nuk është në fshat, edhe nga një prirje që atje ka ma shumë mjek, ndërtesa është ma e madhe, është një perceptim se qendra është psikologjik, njëjtë psikologjik, njëjtë sikur që do të shkon drejt edhe në QKUK ose drejt në dytësorin, është çështje e perceptimit. I njëjti mjek i cili punon në qendër, ai njëjti rekrutohet atje, për më shumë ose për më pak, që tash është për një vjet, e ka qenë shumë ma shkurt, është një qasje pak ma ndryshe, sepse vetë koncepti i mjekësisë familjare është që të familiarizohen vërtet mjeku. Të krijohen pacientët e tij. Të njihen, të familiarizohen dhe mjeku të dinë për pos patologjisë për cilën ankohet, të njihen edhe për pjesën psikosociale, për nivelin e të hyrave në atë shtëpi, për nivelin apo ka të themi hajde të shpesh janë parametra perifere që përdor dikush është ndoshta abuzon edhe me drogë, është më thjesht të ketë informatat mjeku për atë shtëpi ose për atë pacient. Kjo është qasja. Është një perceptim i gabuar i cili duhet të ndryshohet me një qasje proaktive në edukim në lidhje me funksionimin e mjekësisë familjare të ambientohet. Ne jemi mjekësia familjare si koncept është në dinamik. Nuk është një stad që mrihet dhe ai duhet të mbetet ashtu. Ajo është dinamik dhe dinamika nga njëherë dinë edhe ndoshta të zbres. Siç pritet, ku thatë të politikat, pritet të zbres, sepse nga një kërkesë që është tash imediate, që spitali të rritë dhe të ketë kuadra, tash s'është nuk ka kuadra, mjekësia familjare aktualisht është jo atraktive për ta specializuar. Aktualisht nga 20 që i përmeni drejtori i spitalit, nga 20 specializant, vetëm një është në mjekësinë familjare. Dhe sipas dinamikës dhe nëse bëhet një matematike thjesht, është në alarm mjekësia familjare. Për kuadro, as si strategji kombëtare është që ajo të forcohet, të dalë me një diskrepancë, që nuk janë boksa studime, që se kjo analizë dhe kjo studim do të alarmonte më shumë se kjo e UNDP-s. Kjo është shumë faktike, kjo nuk është perceptim, kjo është faktike, derisa është 20 me 1. Kjo më shpije të çështja tjetër që po ta ndërmend. Një ndër elementet që ka vogël nëse më lejon, në qenë se ynum të kapacitetet njerëzore për ofrim shërbimeve shëndetësore, nëse më lejon kolegë mund të lidh, është pikërisht ashtu siç e tha doktor Burimi, doktor Asllani, këto duhet të jenë sipas dhëna statistikore në Kosovë është në 1000 banor është 1 mjek. Ndërsa po mëmi Serbia është dikon 21 mjek në 1000 banor, në Bosnë është dikon 16 banor. Kur kësaj shtohet edhe shpërndamja jo e rregullt regionale e mjekëve sipas
regioneve, atëherë dalin problemet veç sa vinë edhe sa grumbullohen, sa shtohen në kuptim të kapaciteteve njerëzore. Meqense se unë bëj pjesë kuadër të shërbimeve specialistike sekondare dhe kam punu një 10 vjet edhe në centrën klinike aty, dëshoj ta bëj me një fakt me dije. Në Kosovë në 20.000 banor është një kirurg. Kjo është sipas një studimi në vitin 2003 që kena paraqit me kolegë nga Mannheim kur kemi tentuar me ngrim me sensibilizu çështjen e specializimeve të mjekëve të rinj në kuptim të specialiteteve, del që në Gjermania për me arrit stadin vetëm numerik të mjekëve specialist kirurg për më barazu me Gjermaninë, ato do të me pauzu dikon 100 vjet të ardhshme, mos me bë kur gjë, ndërsa na me vjet për vjet me shkutu specializu të rrit kapacitet me këtë, du të them që intenca e pacientave është gjithmonë me marrë shërbimet më të specializume, po kur duhet të jetë një parafrim i politikave shëndetësore, jo vetëm nivel të ministrisë, po edhe nivel regional në kuptim të specialitetit që ta do të rasloni në ajo që është primare për momentin. Ne mund të kemi dëshirë, edhe sigurisht që kemi dëshirë, është intense çdo mjeku, çdo kirurgjie këto me përfundu karrierën në kuptim të transplantit pëlqisë. Ne mund të kemi po sa është kostoja, sa është kosto efektiviteti dhe sa lejojnë mundësit më bon një gjë tillë. Kështu që edhe në kuptim të çti raportit ju ndihmës të këtë çështje se është ndëlihet me këtë çka, ndëlihet me sisteme shëndetësor. Ishte po të nxaj diçka. Unë nuk di pse po doni me i dhënë këtë konotacion alarmant këtij studimit që bë këtij projekti. Absolutisht nuk është. Këto rezultate janë mjaft të mira në bazë të studimeve të cilat ndihmojnë në shëndetësinë tonë. Janë mjaft të mira nga ato të cilat varen nga ne. Të gjitha ankesat e pacientëve dhe atyre të cilat nuk kanë qenë pacient, po kanë qenë pjesë indirekte, ata thënë nuk jemi na fajtor për ta se lojnë diku tjetër për pakënaqësi, ose të banat, ose të pajisjet mjekësore për të cilat ne si komunë ose edhe si Kosovë nuk kemi në gjendje të sigurojmë. Kështu që nëse një indikacion më jo i mirë që thuhet që është për korrupsionin në nivelin sekondar, edhe ajo nuk është ku me di çfarë shifre alarmante. Thuhet që vetëm 2.2% janë të detyruar kanë qenë të japin. Mirë po, nëse ai person ose ata ky 2.2% kanë qenë të detyruar, ata e kanë një adresë në të cilën mund të ankohen. Jo vetëm këtu, po janë edhe organet të tjera. Dhe po që se, nga ky 2.2% dhe gjithë kjo hulumtim i cili është bë dhe i cili është anku, vetëm 1% e tyre dëshirojnë të japin kontribut vullnetar apo diç tjetër për ndryshimin e kësaj gjendje, vetëm 1% nga ta, andaj unë nuk them që duhet të mirët mjaft serioz. Po nuk duhet të lejoj kështu të na ik debati pa ngritur edhe një çështje, për arsye se prek edhe segmentin e doktor Aslanit për specializimin në fushën e mjekësisë familjare, por edhe ata që ka doktor Vishi. Sa është aspekti i tregut, sa është privatizimi ai që ka godit edhe një sistem shëndetësor, derisa ka ardhur si realitet, kurse ne se kemi përcjell me shumë aspekte tjera zhvillimore dhe as programore, dhe në anën tjetër ka prekur edhe vetë etikën e mjekut, për arsye se për një kohë shumë gjatë ka detyruar mjekun të punon, të them me gjuhën pak më popullore, në 2 tezga. Ndoshta zoti Imri jeni këtu më afër për me pa edhe lëvizjet e mjekëve që janë bëu apo zoti Bajrami, edhe brenda spitalit të qytetit tonë. Për arsye se disa janë përcaktuar vetëm, siç e dim, disa prej faktikisht ekspertëve të qytetit janë përcaktuar të punojnë vetëm në sektorin privat, dikush vazhdon të punon në të 2 sektorët e kështu me radhë. Në kuadër të politikave, në kuadër politikave shëndetësore të Ministrisë së Shëndetësisë, ju e dini që ka pas një prej vitit 2001 mas luftës diku një 4 projekt ligje në lidhje me ligjin për shëndetësi nuk kanë arritur me shku deri në fund. Vitin e kaluar, para një viti është miratuar ligji i ri i shëndetësisë dhe pikërisht
kjo pikë u bë shumë problematike, sa që çështja shkoi edhe deri në nivel të gjykatës kushtetuese. Aktualisht çndron fakti që ne në Kosovë nuk kemi mujt me bën një ndarje strikte të mjekëve që punojnë në sektorin privat edhe në sektorin shëndetësor. Ajo si mendim personal imi është që nuk mendoj që ky fakt kishte me qenë esencial mu rregullu cilësia edhe siguria ofrimeve shërbimeve shëndetësore për pacientin dhe kishte më përmirësu gjendja. Ky është mendimi im personal për arsye se shtetet e ndryshme kanë sisteme ndryshme shëndetësore. Unë mendoj që problematika e ofrimit shërbime cilësore, shëndetësore. Kanë kriju traditën në të dy sistemet, edhe kanë unifikuar shumë aspektet. Problematika që ndërën krejt dikon tjetër, që ndërën në buxhetin shumë të vogël që shpenzohet për kokët banorit në nivel të Kosovës. Ne dikon shpenzojmë dikon rreth 50 euro, 50 euro është minimumi i shpenzimeve ditore, që i vjen dikon jo ma shumë se 8% të buxhetit total të Kosovës, dhe ne sot llogaritmi dikon ndër 5 vende të më të varfra të nivel të Bashkimit Evropian për ka niveli investimeve në shëndetësi, me kaq buxhet vogël, me kaq kapacitetet aktuale të personelit shëndetësor dhe me një shpërndamje çrregulluese administrative që është aktualisht që ne duhet me pranue, nuk mund me afru shërbime më shumë më cilësore. Mirë, keni diçka për të shtuar, jemi krejt në fund. Po, absolutisht. Unë mas pari mendoj që puna në dy sektorët, që në fillim, që pas lirimit, ishte mbijetesë. Në sektorin privat, ishte mbijetesë dhe mbajtjen gjallë të sistemit shëndetësor të qëndërtohej. Dhe shumë shpejt kaloi në konflikt interesit. Dhe kur kalon në stadin e konfliktit interesit, vetë ndarja në i duhet thatë në dy tezga, si do që të tuash, quhet konflikti interesi. Kjo duhet një zgjidhje sistemore, jo zgjidhje një spitalit, apo një QKMF-je, apo një qyteti. O zgjidhje sistemore dhe duhet bëhet nivel të sistemit shëndetësor. Jemi vonuar në këtë drejtim mendoni po. Jemi vonuar në këtë drejtim. Shumë, jo pak shumë, sepse është trash kjo punë dhe gjithsesi nuk prodhon efekte pozitive. Në fillim ishte pozitive sepse ishte mbijetesë. Kur mjeku kishte 180 euro pagë dhe ishte vetëm mbijetesë. Ndërkohë, me kalimin e kohës kaloi në një konflikt të interesit, një herë të dukshëm, dikur të rand, tash ndoshta mund të thush edhe deri në kriminalitet. Mirë, shikues të nderuar, erdhëm në fund të debatit të sonshëm. Edhe pse jemi të bindur se na kanë mbledhur shumë çështje pezull dhe që s'patëm hapësirë të diskutojmë, por me shpresë në emisione tjera do t'i kemi prapë mysafir të nderuar. Ju vi përshëndes, mirupafshim në emisione tjera.